Horoskopi ditor e diel 4 maj 2025. Dashuria. Ju mund të gushtoni këtë ditë pushimit dhe më në fund të gjeni kohën për të shiruar gëzimet e vogla të jetës. Marrëveshja me partnerin do të jetë e mirë, por dhe beqarët do të gjejnë dikë me të cilën do të krijojnë marrëdhënie të mira. Puna. Pushimi i sotëm do të jetë i rëndësishëm për të reflektuar mbi atë se cilat janë prioritetet për të ardhmen tuaj. Demi. Dashuria, një ditë e qetë dhe relaksuese që do të përjetosh me entuziazëm të madh, veçanërisht nëse je me një partner. Dashuritë e reja do të fitojnë vrull. Zemrat e vetmuara do të pushtojnë me bukurinë dhe në mbrëmje mund të dalin dhe të argëtohen. Puna. Sot do të keni pak detyra të biznesit për të marrë pjesë, dhe kjo do të thotë se do të ketë kohë shtesë për të pushuar. Pinjakët. Dashuria. Ju do të jeni veçanërisht të gjallë sot, deri në pikën që do të keni një dëshirë të madhe për të udhëtuar në shoqërinë e njerëzve që doni. Nëse jeni i vetmuar, do të dëshirosh të jesh me miqtë e tu, por nëse ke një lidhje, prioritetet natyrisht do të jenë të ndryshme. Puna. Asnjë problem i lidhur me punën sot nuk do t'ju shqetësoj dhe ju do të kaloni një ditë relaksimi absolut. Gaforja. Dashuria. Do të jeni të kujdesshëm për shkak të zotimeve që ju kanë mbajtur të zënë gjatë gjithë javës, por sot ju doni të përkushtoni veten vetëm tek aftësi dhe familja. Beqarët nuk do të presin për të shkuar në plazh dhe të gëzojnë lirinë. Puna. Nëse keni pasur ndonjë problem në punë edhe sot, vështirë se do të shpëtoni prej tyre. Do të ketë disa tensione. Luani. Dashuria. Një ditë e ndritshme për ata që kanë lindur nga shenja, të cilat do të shohin një dashuri që duket se përfundon në lulëzim. Shpresa është e fundit për të vdekur, por yjet janë në favorin tuaj. Lajmi mirë edhe për beqarët, aventura të bukura vijnë. Puna. Ju do të jeni të hutuar nga çështje të tjera dhe sot nuk duhet t'i kushtoni vetes për të punuar çështje. Më mirë shtyhini. Virgjëresha. Dashuria. Dashuria dhe pasioni do të jenë protagonistët e kësaj dite të mrekullueshme. Ju gjithashtu mund të konsideroni interesante marrjen e një pushimi të shkurtër me partnerin tuaj. Zemrat e vetmuara do të jenë të vetmuar për një kohë të shkurtër. Pushtime të reja vijnë. Puna. Planetet janë të mira për profesionin, por ju duhet të punoni shumë për të mbajtur qëllimet e arritura. Peshorja. Dashuria. Disa keqkuptime në dashuri do t'ju lënë të hidhur në gojën tuaj, por mos e prishni zemrën dhe kërkojini të dashurit sqarime. Nëse i të do ta kuptoj. Për beqarët që presin për dashuri sot, do të ketë surpriza të këndshme. Puna. Do të ndjeni të lodhur gjatë kësaj fundjave, por ju do të duhet të përpiqeni të plotësoni disa projekte që mbeten prapa. Akrepi. Dashuria. Do të jeni pak të lodhur për shkak të ditëve të rënda që keni pasur, dhe ndoshta keni lënë pas dore partnerin tuaj. Sot do të keni shumë mundësi për të shëruar dhe për të treguar për kushtimin tuaj. Për beqarët do të jetë një ditë interesante. Takimet mund të jenë shumë me fat. Puna. Lajmet që vijnë për punën janë të mira, më në fund mund të bëni projekte afatgjata. Shigjetari. Dashuria. Optimizmi dhe entuziazmi ende dominojnë jetën tuaj sot. Edhe nëse gjithçka nuk është e përsosur në dashuri, ju jeni ende të lumtur dhe të kënaqur. Beqarët mund të takohen me një person të veçantë për të ndarë ëndrat e tyre me të. Puna. Financat tuaja po rriten. Ju do të jeni në gjendje të shënoni një sukses pas tjetrit, dhe fal punës tuaj të vështirë, fitimet tuaja do të rriten. Britsjapi. Dashuria. Do të jetë një ditë e rëndësishme për shumë britsjap, të mbushur me emocione dhe kujtime për të mbajtur. Ata që kanë një lidhje do të përjetojnë momente shumë të ëmbla, por dhe ata që janë vetëm do të njohin njerëzit që do të jenë të vlefshëm për të shoqëruar. Puna. Puna në këtë periudhë ju ka dhënë kënaqësi të madhe. Përpiquni të mbani rezultatet e arritura. Ujori. Dashuria. Dashuria për shumë nga ju po lulëzon, ndërsa për disa është koha për ta kthyer faqen. Nëse ky është vendimi që keni bërë, atëherë shijoni këtë fundjavë dhe organizoni diçka në shoqërinë e njerëzve që vlerësoni më së shumti. Puna.
Një grindje me një koleg mund të vënë në një gjendje të keqe, por është më mirë të shmangni reagimet e egzageruara. Peshqit. Dashuria. Disa probleme të brendshme mund të shkaktojnë pasoja në marrëdhëniet e çiftit dhe të krijojnë grindje dhe keqkuptime. Mundoni të vendosni veten në vendin e të dashurit. Mosmarrveshjet nuk do të largohen as nga beqarët. Puna, ju nuk keni dyshim se ju duhet të angazhoni veten. Situata financiare është kritike dhe ju duhet të ndërmerrni veprime të menjëhershme.